Dje në ora 12 në fshatin Pallatic të Tetovës, zyrtar policor nga stacioni policor Grupçin kanë privuar nga liria personin GN, 23 vjeçar nga fshati Pallatic, duke vepruar sipas një denoncimi paraprak se rreth orës 16:30 në një objekt hotelerik në fshat është sjellë në mënyrë agresive dhe ka drejtuar kërcënime ndaj AB, 64 vjeçar dhe VS. Pas dokumentimit të plot të rastit, do të paraqitet para shtresë përkatëse. Dje në ora 12 në fshatin Gradec të Gostivarit, zyrtar policor nga stacioni policor Gallat kanë privuar nga liria personin DA, 25 vjeçar nga fshati Gradec, për shkak të ekzistimit të bazave të dyshimit për vepër penale vjedhje, sipas ligjit 235 të Kodit Penal. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të paraqitet para shtresë përkatëse. Dje në orën 18:15 në departamentin e punëve të brendshme Gostivar, BS 18 vjeçar nga Gostivari ka denoncuar se rreth orës 16 para qendrës urgjente në Gostivar është sulmuar fizikisht nga një person, po merren masa për zbardhjen e dokumentimin e rastit. Mbrëm në ora 21:55 në stacionin policor Gallat, GD 22 vjeçar nga fshati Negotine e Gostivarit ka denoncuar se rreth orës 20 në fshatin Debresh është sulmuar fizikisht nga një person i cili më pas bashkë me një person tjetër kanë tentuar ta sulmojnë edhe bashkëshortin e saj SD, 29 vjeçar, po merren masa për zbardhjen e dokumentimin e rastit. Mbrëm në ora 21:10 në rrugën Vasil Vasiljeski në Gostivar, zyrtarët policor nga DPB Gostivar kanë privuar nga liria personin AB, 31 vjeçar nga Gostivari, duke vepruar sipas një denoncimi paraprak se rreth orës 21 ka sulmuar fizikisht personin IS, 19 vjeçar nga Gostivari dhe dy vëllezërit e saj, si dhe i ka kërcënuar me një mjet të mpret. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të paraqitet para shtresë përkatëse. Dje në orën 12 në departamentin e punëve të brendshme Gostivar, personi HA, 54 vjeçar nga fshati Debresh, ka denoncuar se në periudhën nga ora 1 deri në orën 10 nga obori i shtëpisë familjare në fshat i është marrë automjeti parkuar i udhëtarëve BMW me targa të Gostivarit, po merren masa në zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Dje në ora 11:20 në SPB Tetov, një 44 vjeçar nga Tetova ka denoncuar se është mashtruar nga një person nga rrethina e Gostivarit për shumën prej 2.000 euro. Sipas denoncimit, në korrik të vitit 2024 ai ka rënë në kontakt me personin dhe janë marrë vesh që ai të ndërmjetësoj për dokumente jashtë shtetit, pas së cilës parat ja ka dhënë nipit të tij. Siç është denoncuar, pasi nuk i ka marrë dokumente dhe as nuk i janë kthyer parat, ai ka kuptuar se është mashtruar dhe e ka denoncuar rastin, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rastit.